Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte i butë me njerëzit. Allahu thotë në Kur'an, mos t'ishe ti i butë për mëshirën e Zotit që dha Allahu mëshirë. Mos t'ishe i butë me njerëzit. Allahu thotë lan fadu min hawlik, do të largoheshin prej teje njerëzit. Lau kunta fadhal ghalidh al-qalb, nëse do t'ishe i rrept që me të vërtetë i bërtishe njerëzve, do të imponoshe këtë fe, do të largoheshin njerëzit prej teje, por ti ishe i butë si shkak i mëshirës së Allahut te shano. Tani profeti thotë për shembull bashiru wala tunafiru, yasiru wala tu'asiru. Përgëzojeni njerëzit, dhe mos bëni njerëzit që ta urrejnë fen, lehtësojeni njerëzve dhe mos thoni gjëra që t'ja vështirësoni njerëzve fen. Tani ne shohim që e gjithë praktika e profetit alayhis salam ishte si ta kapte tjetrin prej dorë dhe ta largonte nga idhujtaria, nga padrejtësia dhe ta sillte në Islam, ta shpëtonte nga zjarri i xhenemit.